Me përfundimin e rrjetit nëntoksor të ujrave të bardha dhe të zeza në Lezhë, ka nisur asfaltimi i rrugëve të dëmtuara gjatë punimeve që kishin vështirësuar qarkullimin. Ndërhyrja ka nisur në bulevardin Gjergj Fishta dhe do të shtrihet në të gjithë qytetin. Sipas kryetarit të bashkisë Pierin Ndreu, po vendosën shtresa para asfaltit për lehtësimin e qarkullimit në sezonin veror, ndërsa më pas do të vijojë asfaltimi plot dhe sistemimi i rrugëve. Është një investim për 16 milion euro që ka të bëje me sistemin e kanaleve të ujrave të zeza dhe të bardha, ka të bëje me ujësietësin e Shëngjinit, Goca e Kakarriqës dhe të Lagjës Nën Tereza, të cilët kanë mbaru. Është një ndër gjërat më të rëndësishme që kanë ndodhur këtij qyteti dhe ky qytet nuk mund të bëhej pa këto. Sot jemi me realitetin ndryshe për t'ju thënë qytetarëve që ne nuk e kemi lënë rrugë asnjëherë, nuk do t'u lëmë dhe do vazhdojmë të punojmë. Qyteti do të fillojë të përjetojë një tjetër histori. Rrugët e qytetit të Lezhës u dëmtuan gjatë zbatimit të projektit për ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të zeza. Ky investim synon të zgjidhë përfundimisht problemin e përmbytjeve, një nga shqetësimet kryesore të qytetit ndër vite.